Java ka pasur edhe një tjetër moment me rëndësi për të shënuar, lançimin e programit EU for Municipalities, Europa apo Bashkimi Evropian për pushtetin vendor. Faza e dytë, një program i mbështetur nga Bashkimi Evropian, që lidhet drejt për drejt me modernizimin e qeverisjes vendore, me forcimin e rolit bashkive në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe me rritjen e kapaciteteve të tyre për të bërë më të gatshme që të jenë konkurruese në përpjekjen për të thithur më shumë nesër fonde nga Bashkimi Evropian. Ky program bën pikërisht urën ndihmëse për të përcjell më shumë dije nga Bashkimi Evropian drejt bashkive tona, për të rritur vetdijen e tyre për rolin që kanë në raport me Bashkimin Evropian në një vend që nesër bëhet antar i Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, unë besoj se ky program është një fakt që vjen në kohën e duhur, si pjesë e tërësisë së fakteve që provojnë se Bashkimi Evropian është gjithmonë më pranë, se Shqipëria është gjithmonë e më shumë një vend që shihet si antar i Bashkimit Evropian, jo në të ardhmen e largët, por në vitet që vijnë.